Sot ju thatë shumica e prokurorëve janë të rinj. Dhe problemet që ne po ndeshim janë jo të pakta, sidomos në disa nga zyrat. Për kjo vjen edhe për shkak të një arsye madhore që në fakt ndodhi në kuadër në vijim të procesit të vlerësimit kalimtar, ku një pjesë e zyrave u boshatisën. Këta prokurorë shkuan në zyra ku tashmë mungonte një kulturë e punës, një kulturë e organizatës aty brenda asaj zyre, ajo mungesa e prokurorëve më të vjetër që ju me të drejtë e ngritët, dhe që ka krijuar një farë mënyre një keq funksionim në mënyrën se si ata operojnë brenda procesit penal, se si ata operojnë në proceset administrative brenda zyrës, ashtu si dhe në raporte të tjera me institucionet e tjera. Unë po jap shembull, prokurorët e rinj refuzojnë të bashkëveprojnë, bashkëpunojnë me drejtuesit e tyre në çështje të tilla si dërgimi i një shkrese që lidhet me një përgjigjem telefonik apo me një sekuestro, duke i çuar i çojnë prokurorit drejtuesit një zarf të mbyllur dhe ai duhet thjesht firmosë një shkresë pa ditur se çfarë përmban kërkesa. Pra, deri këtu kemi shkuar sot në keqkuptimin që ata kanë me çështjen e pavarësisë. Dhe ky është një problem madhor që duhet trajtohet nga ana e inspektorit të lartë drejtësisë. Unë di që ka të paktën ne kemi kërkuar në 2 ose 3 raste inspektim në zyra të caktuara, pikërisht për shkak të këtyre problematikave dhe problemi më i madh, motivimi, më shumë se motivim të prokurorëve të rinj, ju siguroj që ka nevojë për një sistem efikas llogaridhënieje dhe të madhjes performancës së prokurorëve të rinj. Ky është thelbi i çështjes dhe mendoj që këtu ende ne nuk jemi aty ku duhet. Ajo që ju me të drejtë keni dhe unë në fakt e mbështes shumë propozimin që ju keni bërë për një dokument për bashkët mirëkuptimi marrëveshje mes Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë dhe Prokurorit të Përgjithshëm.